Pensionisti Sadik Shabani nga fshati Grema e Ferizajt pranoi para gjyqit se ka prerë ilegalisht dru në pyje. Nuk ju rrej sa gjithë tonë, ju si jam këtu vetë një kutë kini qenë, des me telefon, des qysh dani, që si moj 12 antarë me qatë koli, mund ka zonë, une vete kum prenohen, as nuk i kum një dhe i kum thonë njehe, as nuk ka zonë të prej, as nuk ka zonë të nga kum ka zonë, sukur që së rrugës për rate fush me koli. Ati i u lexua të martën në gjykatën themelore në Ferizaj, aktakuza për vjedhje pylli nga prokurori Bakri Hyseni. Aktakuza e ngarkon Shabanin se me 14 prill 2009, në pyjet e fshatit Gaçkë të Ferizajt, ka prerë ilegalisht me motorsharë 370 trupa, apo 27 kubik dru. Ai nuk e pranoi këtë akuzë duke pohuar se është e vështirë të bartet kjo sasi e druve me një qere me kali. Drum të rritër Gaçkës edhe Gremës nuk ko konë drum 11 metra, 12 metra, sa ka shkut gata, edhe 10 cm ka shkut trosha. Pas këtij mohimi, seanca u shty. Në seancën tjetër do të ftohen si dëshmitar edhe rojtarët e pyllit, të cilët nuk ishin prezent në seancën e së martës. Komuna Ferizajt është e njohur si komuna më e dëmtuar në pyje. Sipas Agjencisë së Pyjeve të Kosovës, për prerjet në periudhën qershor 2012-shkurt 2013, në komunën e Ferizajt ka ndodhur një dëmtim 3 fish më i madh i pyjeve, sesa ai që ishte parapar. Por iniciativa rinore përparimtare, organizatë që merret me mbrojtjen e ambientit, thotë se dëmi është edhe shumë herë më i madh se ky që është dhënë nga Agjencia e Pyjeve.